Tung, ky është sezoni i tretë i podcastit Suzan, cilin po ja nisim me një edicion të veçantë dedikuar grave të reja nga Kosova dhe rajoni që po bojnë buj në art e kulturë. Jo Mona Arlinda me një ekstra moderatore Lura Elezin, edhe musafire sot e kena Erleta Kadria. Shihemi na për shumë pak e mos harroni me na bo subscribe, like, follow, etj. Ku fillon rrëfimi yt? Në cilën mahall i rrit, ke lindë në Kosovë, ke studiu në New York, ke jetu në Tokyo. Pse u ktheve? Ky është podcasti Suzan. Me që jemi ku jemi, e jemi si jemi, përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në podcastin Suzan. Ky është edhe 3 epizodet e ardhshme të podcastit janë më të veçanta për shumë arsye. E para kemi me fol me gratë të reja nga Kosova, Shqipnia, Malizi, që po lojnë shej të pashlyeshme në fushën e kulturës dhe artit. E dyta, ky podcast prodhohet bashkë me organizatën Lara Lara nga Tirana dhe përkrahet nga organizata rajonale Rajko dhe nga program i fondit kulturor rinor të Ballkanit Perëndimor me përkrahje nga Ministria e Jashtme Gjermane. Edhe e treta, që për mua është më e rëndësishmja, 4 epizodet e ardhshme e kam një co-host tepër të mirë. Me shumë njohuri dhe shumë background të pasur në muzikë, aktivizëm, shkrime, shoqen time, Lura Elezin. Lura, nice që jemi bashkë këto javë, edhe mu dasht pak me zgot, ama qëra herë ja nisim shpejt, s'kena nevoj me tjerë, që shtojnë ara këtë në Kosovë, po, apo më të regonte që kemi ande nga Tirana. Faleminderit që më thirrën rreth parë, sepse dhe unë me zi po pres të takoj gjithë të goca, që i kemi zgjedhur bashkë, i kemi kontaktuar bashkë, i njohim, jemi fanse, dhe kjo është shumë e rëndësishme për të njohur dhe ne brezat më të rinj dhe çfarë po bëjnë ato. Nga Tirana kemi vap të pa imagjinueshme dhe shumë aktivitete kulturore, domethënë kohëve të fundit qyteti ka qenë duke zhurmuar nga larmishmëria e aktiviteteve dhe më pëlqen që erdha këtu pak në freskinë e Prishtinës. Po tash ka shtatore fillojnë mu qetësu qytetet. E jo në Tiranë. Tirana alo jo. Okej. Po personi kryesor është Erleta. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Erleta është një grua e re, kogja e re, shumë simpatike, që është edhe po shihet, me një rrëfim tepër të veçantë të veten, ku në rrëfimin e saj ndërlidhet Japonia, Tajvani, Gjermania, Drenica, Prishtina, krejt të gjitha zbashku, edhe në fundit lëshon muzikë tepër të mirë, do me thonë, është DJ. Erleta, a me thonë konnichiwa, a me thonë tung qabone? Mun është dyat, po konnichiwa, masi ja fillove me konnichiwa. Unë jam Erleta, jam vajzë nga Kosova, jam lindë dhe jam rrit në Gjermani. Në moshën 5 vjeçare jena kthy në Kosovë, se kemi qenë atje si refugjat. Edhe do më thonë një mrit në Prishtinë. Do më thonë tregimi, rrëfimi yt fillon në Gjermani. Po. Në Gjermani. A mujna me thonë që ashtu, a fillon dikun tjetër? Po, fillon në Gjermani. Okay. Pasi aty kam lind, edhe jam rrit pak. Pastaj pjesa tjetër është në Kosovë. Në breg të diellit, te banesat e bardha. Edhe derën në apartamentin apo? Po. Është shumë e rëndësi. Super, po mirë, tash se më intrigoi Erlinda. Pse flet japonisht? Tash
krejt komplet gjuhën nuk e flas, normal se është pak e vështirë, po ka pëlqy gjithmonë edhe kum vendos me mësu. E ke mësuar këtu në Kosovë? Pak e kum mësu në Kosovë, pak e kum mësu edhe në Japoni. Do na thosh në një fjalë të bëjmë kështu tash. Më erdhi kështu si turp se kuptova që mundi vetëm konnichiwa dhe asgjë tjetër. Po diçka shumë më thua që jam vajzë mirë. Tash bashkë që ato nuk përdiqësh me thonë, ama për shembull një shprehje shumë të thjeshtë që përdorin, do më thonë mund është me fol me të gjithë, është shpresoj që e mirë me shëndet, o genki deska. Është do më thonë kjo tepër bazike, ama është shumë që përdoret. Konnichiwa. E ti do me thonë do të thotë je fascinu qaq shumë me kulturën japoneze, sa që diqysh ke vendos, atë që shep që shtu bo puna me shku atje, se po mdohet për herë parë ke shku vetë. Po. Me forca vetanake. Po. Po, herën e parë kum shku në vitin 2023. Në fakt, unë këto im kanë të mësu gjuhën japoneze, edhe aty kum njoftu një shoqe, tash është një ndër shoqet më të ngushtat mijat, edhe kena nejt bashk, edhe ajo më ka përmen, fakta është gjenerat meri se one, edhe më ka thonë që hej, unë jem të dosh me shku në Japoni për vizit, edhe mund është marrë dhe ti, ose me shku kur do, edhe në fakt Japonia si vend kështu gjithmonë au ka do këgja larg, këgja i shtrejt, edhe pak një farë bote tjetër, edhe kur ka shku shoqja jam, mas një kohë, u kthy, edhe mi ka thonë, do më thonë krejt informatat, edhe ka thonë shko gjithqysh se tepër mirësh, edhe kum marrë guximin, kum shku edhe one, edhe kum bo kështu një udhtim veç vet, një muaj, edhe kum shëtit. Edhe tani, mazi u ktheve, s'mujtem ju do Japonis, edhe gjete exchange program me shkollën tonë me shkollë. Po. Perfekt. Edhe sa ndenje? Aty tani kam gjejt gjys viti. Këtë programin ma ka gjejt profesoresha jam, e cila është edhe mentorja jam, që nuk bën pa e përmend se kam shumë për zamër, Vjosa Hamiti. Ajo më kanë ndihmu shumë. Përshëndesim. Ajo më kanë ndihmu shumë, edhe vetëm ma ka tregu programin, edhe unë kum apliku, jom pranu edhe kum shku. Dhe më thonë vitin e kalu. A ki me vetë na i sanë për DJ, se dhe ti këgja një farë DJ. Po prisja që kjo të dilte vetë si filloj të luante muzikë. Dhe a fillove këtu, apo në Japoni, si filloj, se gjithë kush e ka një histori shumë të veçantë si fillon DJ. Përveç se ato që kanë ëndër, unë se kam pas për vete, po fillova pa dashje, po për ty si ndodhi. Unë kam fillu para 10 viteve. Në fakt. Kam qenë moshën 18-19 vjeçare, edhe në fakt qysha kum fillu është shumë interesant, se kum përfundu shkollën e mesme, unë kum dasht me studiu arte, po pak nuk është që jem kanë shumë e vendost, edhe kum vendos me studiu gjuhë gjermane, do më thonë kitë kontra, edhe do më thonë kur ja kum fillu me studiu gjuhën gjermane, kisha nevoj me shprej vete me një mënyrë, kështu pas, do më thonë, me roba dhe make-up, që kom qef shumë, muzika ka qenë gjithmonë pjesë e jetës tam. Edhe kum vendos me lëshu muzikë. Amo ajo kanë vetëm për qef, edhe, do më thonë, e kum pas performancën e parë, që ashtu para në shoqërinë kulturore artistike, ka qenë për para këtu në Prishtinë, ka që di, më do këtë është vetëm në Prizren, edhe aty, do më thonë, qatë hapsirë, kena lëshu muzikë me një shok tamin, jena konë kështu bashkë, po aje ka pas një pjesë, unë një pjesë, edhe aty kam fillu me hip-hop, do më thonë. E në Gjermani a ke lëshu muzikë? Në Gjermani nuk më ka ro direkt me lëshu muzikë, vetëm me një house party, njëherë këm lëshu, po atje tani jo. Apo më kallëzëm pak për rojtë e tua, se i ki shumë interesante. Shumë që e linda të shprejnë. Rojtë e mija janë nga Drenica, po, babin e kom të Prekazit të Ullt, mamin e kom të Laushës.
Do më thonë 100%. Alshon hard techno. Jo, fale, keni kap diçka me Drenisën, ose techno, ose opera, nuk ka shansa diçka më të tretshme, hip hop. Hip hop në fillim tani kumanutje të reka. Po më po mendoja Erleta se s'kam nga jam mbaj pa e gjetur pak veten tek ti dhe ideja është unë vitet e tregojnë që e kam bërë këtë që shumë vite përpara te dhe kur luaj unë muzikë që është një gjë që ndodh natën, që është një lloj tabuje i një varianti tjetër. Unë kur kam luajtur këtu 15 ditë përpara, domethënë realisht më merrnin nëpër televizione dhe më bënin pyetje të tipit atë lën ty të shtëpisë të luash muzikë. Okay. Kështu që më thuaj si a gjen veten komplet natyralisht në këtë skenë, a ndjen këto barriera ti apo I përkasin brezit tim? Uroj ti ashtu domethënë. Sa I përket prindve, ata më kanë përkrahur gjithmonë. Edhe gjithmonë kanë qenë përkrasit më të mëdhej të ëndrave të mia dhe çdo gjë që kam bërë deri sot. Ata domethënë nuk janë as pak pengesë. Sa I përket shoqërisë më shumë. Shoqërisë, edhe shoqëria, po më nej shoqëria personale imja ata po se po. Po kështu shoqërisë rrethit ka pas pak paragjykime, po unë mendoj më shumë që është shkaku që vjen keq kështu me thon, po për shkak që femrat nuk I konsiderojnë shumë që janë të afta në skenën e muzikës, sidomos tash nuk po flasim për artistët këngëtarët, po sidomos në skenën e DJ po pjesës teknike, audio, po, se mendojnë që nuk jemi të afta, po përkundrazi jemi kogja të afta. Edhe po, ka pas domethënë persona që ndoshta ndonjëherë nuk janë sill aq mirë, po besoj që krejt kemi përjetu. Se çfarë më ndodhte mua, për shembull, dhe jam kurioze të ndodhte edhe ty, është që vinin njerëz që s'kishin asnjë lloj lidhje me teknologjinë dhe lidhjen e të kontrollerave dhe duke marrë të mirëqenë që unë s'po marr vesh, unë dija 15 herë më mirë se ata. Apo kupton? Edhe ishte jo hapo ti dhe të më ngatronin më keq punën. Po mu ka ndodhur ashtu, më kanë ardhur edhe më kanë thonë, ti veç pe prej këtë play. Po, qëto tha veç qëto thash, okej, edhe nëse mendon që është qashtu, që ku e ki, po në dhe ti. Që ku e ki playen. Po që ku e ki Glishtin e ke këtu. Po, ose nga njerë se tash më varet edhe në qëfar eventi në shoj muzikë, se mu ndodh, do më thonë, ose në festival, ose në ndonjë bar, klub, qka po di. Po nëse është në event kështu që është, do më thonë, e hapur për audiencën me pas në kërkesë, ka njerë edhe ndodhë që më vinë do kërkesa pak të çuditshme, po prap se prap, edhe në mundona ashtu mi u thonë që nuk është që shkon bashkë shumë, po edhe se njëri është në mundin e vetë, po. E atë ka ardhur njëri me 50 euro, me 50 euro jo, po me 20 euro. E rrita unë, janë të që mbarë. Durat, po. Qito, po du më ndërlidh dallimet, ku janë dallimet kryesore mes jetumit edhe të veprumit në Prishtinë, Gjermani, Japoni, Taiwan, në krejt qëto vene që ka prej koma dhe trunijat. Krejt janë të ndryshme kështu prej njëna tjetrës. Do më thonë, tash neso, në Gjermani këm lindë e jom rrit, po tani kur këm shku atje për studime, se dhe atje kam jetu tani një 2 vjetë, edhe atje kam qenë exchange. Gjermania kështu është interesant, po edhe në varet ku jeton. Unë këm jetu me një qytet më të vogël, edhe aty nuk është që ka pas shumë gjallni, si për shembull këtu në Prishtinë që është kryeqytet. Edhe këm pas jetën pak më të qetë, veç nëse këm shku në një qytet më të madh për edhe me dalë kështu me shoqni. Aty u kanë pak më okay. Taiwani është shumë interesant, është si na, edhe sikur në Kosovë, njerëz janë shumë të sjellshëm, edhe po mduket edhe pak vuajtje i kemi si të njëjta. Edhe po mendoj që edhe çaj pak Ty të ka rodhe në Taiwan me lëshu muzikë? Po, edhe në Taiwan këm që muzikë me një radio. Okej, sa cool. Po, e këm bo një set, edhe është në YouTube, po edhe në Japoni. Në Japoni jeta, do më thonë, është tepër e mirë, e qetë, po nëse jetën aty për një kohë gjatë,
e shem fakt që jeta nuk është ashtu qysh duket, domethënë nëpër media, nëpër internet, Filma. nëpër filma, po. Animacionet. Po, jo vetëm animacionet, po edhe kështu zakonisht kur të sheh në rrjet social, duket që Japonia është kështu tepër perfekte, po në fakt edhe që ato vendet që janë tepër perfekte edhe ato e kanë ndonjë mangësi. Pe bojmë një pauzë të vogël e kthehemi shumë shpejt. Dhe tani, po pyetjet për globin, po ja lër Arlindës, mua aty më rresh që themin në Shqipëri të muzika, të lëshuarit muzikë dhe a ke lëshuar në të gjithë shqiptarinë, le të themi, po përfshi Kosovën, Shqipërinë, ndoshta ke lëshuar edhe në një vend Malzia, në një vend Maqedoni dhe do kisha pas qef të di ku i shef ti dallimet edhe kulturore, edhe të trajtimit, edhe të pagesave dhe të gjithave. Në fakt vetëm Kosovë dhe në Shqipëri më ka rënë shumë muzikë. Në rajon. Në rajon, do më thonë, Malzi dhe Maqedoni ende jo, po shpresoj në të ardhmen. Dallimet, nuk besoj që ka shumë dallim, do më thonë se tek e fundit na krejt shqiptar jemi. Kur janë puna të trajtimet. Po, të trajtimet, po edhe unë në përgjithësi kum pas eksperiencë shumë të mirë, jenë sill shumë mirë me mu. Sa i përket pagesës, po menoj që u kanë okej, po edhe nuk është keq. Po besoj tani me vite edhe njëri e rrit pak çmimin. E ëndra jote, për sa i përket muzikës, me këngë kishe pas qef për shembull me lëshu back to back, ose çaj shkon një përmbushje në fazën tonet më të tjeshme. Po kam një artist që më pëlqen, ajo është, domethënë, vetë person që prodhon, është pianist edhe producent, ajo është prej Kalifornisë, prej San Diegos, edhe ajo domethënë ma ka dëgju setin tem, ajo në fakt e ka emrin Kiefer, është kogja i njohur edhe vesh ka Ai thonë që... dohet që u konë në hamam. Po, Ha? po. Nice, bravo Arlinda. Po, ai në fakt para se me fillu kështu rrugtimin e tij si muzician kështu tamam mu boj famshëm, ai në fakt në vitin 2014 ka performu në Kosovë në Hamam Jazz Bar. 14-ën. Po, edhe ai domethënë në atë kohë 22 vjeçar, unë në atë kohë i kam pas qashtu 18-19 vjet. E ka Prishtina atë thellësinë e Po, vet. edhe- I ka sekretet e veta. Ka të avantgard. E ka avantgard. Edhe ai vetë më ka thonë që është ndër venet, ndër jazz baret, klubet më të mira që ka lëshu në muzikë. Ti mban lidhje me të, Po. komunikon? Po, Dosti Erika Badus, po. me fjalë tjera. Po, edhe ai më ka rekomandu me lëshu muzikë New York, në Public Records. Qtash na ke lu pa test. Jo, tani kur të shkojë leta do të ikim në dyja tani sa është justifikim me Po shkollë. na të vym backup crew. Desha të them që unë personalisht mendoj se kam njohur shumë DJ në jetë edhe nga afër, domethënë, përveç që kam shumë muzikë vet. Është çfarë të motivon kur e bën, se kam kuptuar që gjithë secili e ka një motivim të ndryshëm. Njëri thotë fytyrat e njerëzve, po motivimet janë shumë të ndryshme. Ty ku e ke atë adrenalinën para se të lëshosh muzikë? Çfarë mendon se të marrësh ti mbrapsht? Çfarë lloj kënaqësie? Pikë pari është domethënë pasioni jam. Edhe kur ja kom fillu, domethënë pas artit që më pëlqen, muzika domethënë gjithmonë ka qenë me mu, edhe është domethënë e kam konsideru gjithmonë si pasion. Edhe që kam bon kështu me vazhdu është domethënë muzika vet, energjia e njerëzve, sa herë që lëshoj dikon muzikë, domethënë se ka tash fytyra të ndryshme, njerëz të ndryshëm, edhe kontaktet që i bëj me njerëz tjerë, edhe domethënë është thjesht kënaqësi. Për mu, sa herë të lëshoj muzikë, më duket sikur jam të fluturu. Edhe në tepër kështu një na mirë. Perfekt, shumë mirë e shpjegove. Na e kena këtu një farë adete me lyp prej musafireve tona të veçanta një këngë që ty të pëlqen,
që e ngan që e kin tru, ose që ta shkuve të fundit ka ra me një, ose që fishklon me ta të hetë. Po. Që është dush, veç ana kongën. Okej. Kongën që kam ja dhon tash, para disa ditëve, ju më kanë të udhëtu me taksi, do më thonë të shku me lëshu muzik dikon. Dhe kur hypa aty në taksi, se zakonisht kështu normal muzikën na herën goj vetë, kështu me dëgjuse, ose çka do që ka lëshu dikush, se kam problem. Në këtë rast taksiste. Po, në këtë rast taksiste, do më thonë nuk është që i kushte edhe shumë vëmendje, po bashkë qatë natë, e dëgjova, ai taksisti ke tepër zotni, kështu pak në mosh, po vrege që ke kështu shumë zotni, edhe ke të ngu një kongë të vjetër Shqipe, të viteve 80-ta, që në fakt one nuk e kum ditë që ekziston, po e pash aty emrin se nuk ke kështu në radio, e disha që është të ngu aj, do më thonë aj e ka lëshu atë muzik, edhe ajo muzik është nga Iliriana Riza, që titullohet Do të kujtoj. Prapë unë do pyes, domethënë do kthehemi tek skena e DJ-t. E kam vënë re dhe më vjen shumë mirë, edhe pse nuk dua të kapem te elementi i gjinis, po jemi të detyruar që ka shumë goca që janë DJ. Dhe a keni në një sisterhood edhe ato më pranoni dhe mua? Kam pa shaka, ka diçka në një tip që ndihmojnë njëra tjetrën ose ndani idera në një platformë në një gjë? Nuk e kemi ende, po me shoqen tam Norën, cilën e përshëndes, Labaresha për ndryshe. Po, Labaresha. Ato kanë shoqe shumë të mirë, edhe në fakt e kemi mendu diçka me kriju, po tash një herë nuk po moj një herë tash me tregu çka qysh tek, se nuk u finalizu ende. Po, në fakt me të kështu ma shumë që bashkëpunoj, po me vajza tjera DJ nuk është që më ka ra, pëse i respektoj shumë. Besa mati mu prej, se thash mos haroj pa e cek, se s'po m'len rahat rune. Po, Besa mati prej Shqipnis ndoko superb. Po. Besa është ndoshta e para? Po. Si nga Kosova, si nga Shqipëria? E para është Besa. Dhe sepse ka një gjë që unë kam vënë re, domethënë që këto gocat e reja mund t'i pëlqej, por nuk ju shkon mendja, ashtu që folën pak më parë, nuk ju shkon mendja që mund të jenë DJ dhe nëse krijohet në një tip platforme ose në një tip edhe akademie ku ti thua të shkosh në Drenic, ta identifikosh të gocat që kanë qenë të hecë dhe ti mund ta bësh të. Po. A më kupton, nuk ka. Po se ka nevojë pak për motivim, për role, për modele, edhe domethënë mendoj që koha është pjekur situata si në Shqipëri si në Kosovë me kriju diçka të tillë. Po, e vërtet se në fakt i mungon Kosovës, sidomos për Kosovës edhe Shqipërisë, domethënë rajonit, i mungon kjo hapësirë sidomos për vajzat. Se kjo industri nuk e di edhe pse është konsiderohet punë për meshkuj, që në fakt është shumë keq pse thojnë kjo është DJ, female DJ, Po, të mërtoj. Dush me pas një për me shu. Po e mërtoj me njëherë që, okej, ko ka DJ, po a është female, a është... Se nuk thojnë për shembull male DJ, ose mashkull DJ. është shumë fort, është shumë fort. Dhe unë se kuptoj asë më pse, domethënë. Female DJ, the known... Po, bre, që qëtash... Po. Kështu që, domethënë, s'është që po mendoj që ka ardhur shpjegur momenti dhe besoj që do ndodhi në mënyrë natyrale gjithë kjo dukuri. Po, gjithsesi. Si me ty, si nga ti, si nga unë. Gjithsesi e mirë se ardhur. Jo, falni mirë se ardhuni ku doni. Po që ti podcasti erdhi funde, po vish edhe po du diçka me vet. Për shembull, cila është jeta jote alternative me një univers paralel. Qa kështë pas qef me bo diçka nëse si shkon DJ? Nëse nuk isha kon DJ,
besoj që kisha qenë dizajnere modës. Ani po shkon, Po. po reflekton. Po shkon në gjithë edhe- podcast, sezonin po shkon. Po, Nuk i dihet, ndoshta ma vonë, po ka qenë fakt një ëndër që vëm pas, pse në fakt folëm për ëndra, Po. anë i knej, po në fakt edhe kjo ka qenë, po nuk e kom realizu kur. Po, ndoshta. kur Tu mos jemi. thuj kur. Kom haru prej epizodave, prej sezonave të kalume që sa herë e kom përfundu një epizod gjithë kom thonë shumë shpejt shkoj, edhe që kjo shkoj tepër shpejt. Shumë shpejt sa që si e para e sezonit dhe si unë që jam e re këtu nuk e prita fare që mbaroj me të drejtën. Veç u knaqëm. Na knaqë Erleta. Po, u knaqa dhënë ju me juve. Mund të na ndiqni në të gjitha platformat YouTube, Spotify, Instagram, edhe Amazon Prime atje. Edhe mos harroni të bëni like, share dhe ta ndiqni dhe podcastin më të mirë Suzan. Edhe gjithashtu në program të mëngjesit në të 7 na keni si gjithmonë, edhe dihet në Substack se juve ju pëlqen, neve po na pëlqen, pa u pas bën hiq. Like, subscribe, share, love, everything. Unë ju dua, ju e dini. Ky ishte epizodi podcastit Suzan i prodhuar bashkë me organizatën Lara Lara, i dedikum grave të reja nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni, përkrahur nga Fondi Kulturor i Rinisë së Ballkanit Perëndimor i organizatës Rajko, me ndihmën e Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë. Shihemi në episodin e ardhshëm.